Përshëndetje, mirë se erdhët në podcastin e sotëm, ku të ftuar kam doktoresh Vigjilenca Demiraj, e cila është mjeke gastroepatologe me më shumë se mbi 35 vite eksperiencë? Gati 40. Okej, 40 vite eksperiencë. Sot do të flasim për problematikat që kanë të bëjnë me fryrjet e zorëve, problematikat e tretjes të traktit gastrointestinal, helikobakter e tjera. Pse janë kaq shumë të përhapura tek të rinjt? Pra do fokusohemi më shumë tek të rinjt, sepse paka shumë në video tona, si kurse e keni parë në TikTok dhe në Instagram, jemi fokusuar në të rësti, por sot target group kemi të rinjt. Pa humbur kohë doktoresha, mirë se më erdhe. Faleminderit që të kem këtu një herë. Edhe për të folur pak më gjatë dhe jo kaq shkurt siç e keni parë nëpër video, për pjesën e tretjes. Pyetja e parë që unë do të bëj është pse të rinjt kanë kaq shumë problematika me tretjen dhe pse janë shtuar kaq shumë rastet e të rinjve sot? Shkaktarët janë të shumt. Së pari është stresi dhe pasiguria që kanë të rinjt për të ardhmen e tyre. Përveç stresit ndikon shumë abuzimi me alkoolin, abuzimi me duhanin, abuzimi me pijet energjike, janë shumë toksike për mëlçin dhe për stomakun. Abuzimi me fast foodet, përdorin shumë ushqime të gatshme. Por përveç këtyre, ajo që kemi parë në praktikën mjekësore është edhe përdorimi i shtuar i proteinave dhe i substancave energjike në për palestra dhe në për qendrat e fitnessit. Ato shkaktojnë hepatit toksika, shumë të rëndë, shumë evident, prandaj kujdes me këto. Dhe së fundi është përdorimi i çajrave tash të quajtura bimor për rëndje në peshë. Për rëndje në peshë. Këto shkatrojnë, jo vetëm dëmtojnë stomakun, por dhe zorën. Studimet e fundit nga OMS-i janë që po shkaktojnë shumë kancere të zorës së trashë. Pikërisht këto çajrat që përdoren për rënje në peshë. Sepse bëjnë zorën dembele. Jo, dembele, po krijon probleme, patologjie të rëndë në zorë duke favorizuar zhvillimin e kancereve në zorën e trashë. Meqenëse po flisje për fjalën e fundit për kancerin, cilët janë këto shkaktarët ose simptomat kryesore që kuptojmë që mund të kemi kancer të zorës së trashë ose kancer të traktit gastrointestinal? Shiko, simptomat janë shumë të përgjithshme, nuk mund të thuash se janë tipike të kancerit, por që zakonisht nëse tek një person shfaqet një anemi evidente që nuk ka qenë më parë, një hemoragji nga zora e trashë, një fryrje barku, që mund të ketë prani jo vetëm të gazrave, po mund të ketë prani edhe të ujit në bark, siç është peritoniti karcinomatoz, që fillesën e vet e merr nga tumoret e stomakut apo të pankreasit apo të zorës së trashë. Nëse ky person ka probleme të rënjes të madhe në peshë, ka mungesë oreksi për një kohë të gjatë, ka këputje, lodhje, ka të përzjera në vazhdimsi, ndonjëherë të shoqëruara dhe me të vjedhla, janë premisa që të çojnë në mendje që mund të jetë në mes edhe një tumor, por thash që nuk janë specifike vetëm të tumorit. Janë të pranishme edhe në patologji të tjera kronike të aparatit digestiv. Okej. Një pyetje tjetër që na i bën shpesh në fakt, jo vetëm personat ndryshëm që janë në moshë, por edhe të rinjt, sikurse e thash dhe në prezantim, janë shtuar shumë rastet e Helicobacter pylori. Po e dëgjojmë shumë shpesh, domethënë. Mund të na e shpjegosh pak më tepër për ata që nuk kanë shumë informacion? Helicobacter pylori është një lloj bakteri specifik i cili jeton brenda në stomak, në mukozën e stomakut. Ai përhapet me puthje, me përqafime, me frymën, me frymaren, sepse gjatë frymarjes, gjatë frymënxjerrjes ai del, është i padukshëm, por është i pranishëm dhe mund të infektoj të tjerë, ose në persona që përdorin të njëjtët enë kuzhine,
pa i larmë Sidomos para të rinjt njëherë që Për jetojnë shembull, bashkë hanë në të grupe. njëjtën pjatë sallate, hanë 2 veta, 3 veta, e kupton? Ose në të njëjtin tas kosi për shembull, ose supe hanë të përbashkët në këtë forma. Por Helicobacter pylori ka shumë në fëmijët, edhe ai është prezent deri në adoleshent, por në këtë rast shumë rrallë shkakton sëmundje. Pasi ky bakter nuk zhvillohet, nuk shumësohet, nuk aktivizohet në stomak infantil, siç kanë fëmijët. Por pas moshës 12-15 vjeç, ai aktivizohet dhe shkakton sëmundje. Si mund ne ta evidentojmë këtë? Nëpërmjet analizës së gjakut dhe të feqeve. Nëpërmjet analizës gjakut ne shikojmë imunoglobulinën G dhe M. Nëpërmjet këtyre të dyjave ne përcaktojmë nëse inflamacioni që ka dhënë Helicobacter pylori është një formë kronike i qetë, pra ky bakter është kronik i qetë, është kronik i reaktivizuar, apo është akut. Pra shikojmë antikorpet, ndërsa në feqe ne evidentojmë antigenin e bakterit. Pastaj për trajtimin e tij nuk duhet neglizhuar në asnjë mënyrë, pasi vërtet ky jep edhe patologji benigne të natyrës mirë, siç janë gastrite difuze, gastritet erozive, me puçëzime, me erozione, me gërvishje në stomak, ulçrat e stomakut, favorizon reflukset gastroezofagale, erën e keqe të gojës. Por ai mund të ndikojë dhe në mikrobiomën e zorës. Por e keqja më e madhe e tij është kur ai shkakton pastaj kancere të stomakut. Pra në 1% rastesh ai shkakton kancer të stomakut dhe ju mos prisni që të keni simptoma, sepse ai mund të fillojë me një gastrit, me një ulcer dhe pastaj të transformohet, ulcera të bëhet kancerogjene, ose mundet direkt të fillojë një tumor i mirëfillt i stomakut, për shkak nga Helicobacter pylori. Një pyetje tjetër është si mund të trajtohet, do të thënë a trajtohet edhe sa është kohëzjatja, sepse shpeshherë na pyesin që ose thonë që trajtohemi për 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, por a mjafton vërtet ky lloj, do të thënë segmenti mujor për trajtimin e Helicobacterit pylori, apo duhet edhe më shumë? Shiko, trajtimi i Helicobacter pylori ka skema të veçanta. Ka 2 deri 3 skema trajtimi, por mjeku specialist përcakton bazuar në antigenin dhe në antikorpet, nivelin e rritur të antikorpet përcakton nëse skema që do të përdor do të jetë për 2 javë, do jetë për 10 ditë apo për 1 javë. Pra, maksimumi i skemës mjekimit me 3 antibiotik ose me 2 antibiotik është maksimumi 2 javë. Pra, për 2 javë ai duhet të zhduket. Megjithatë, testi për të parë nëse është zhdukur apo jo Helicobacter pylori nuk bëhet me njëherë. Bëhet mbas 3 muajsh që ka mbaruar ky trajtimi 2 javori i tij. Por gjithmonë duhet partneri. Pra, unë e kam si parim, jo unë, por është udhëzim në gjithë botën, nga organizata botërore e gastroenterologjisë, që duhet patjetër të shikohet nëse ka prani bakteri edhe partneri ose partnerja, se nëse ka duhet të mjekojë njëkohësisht. Se trajtohet partneri, por shërohet, mbas 1 muaj rinfektohet nga partnerja. Prandaj duhet të njëkohësisht të eksplorohen të dy. Atëherë, diçka tjetër që doja të ndalesha është në lidhje me ushqimin. Shpeshherë dëgjojmë informacione të ndryshme, disa janë profesionistë, disa jo, disa japin praktika, po themi, jetësore të tyre, çfarë ka bërë atyre mirë, çfarë ka bërë keq. Edhe na mësojnë të gjithë se si duhet të ushqehemi.
por realisht dua të marrë një mendim një herë nga ju që jeni profesioniste. A ndikon mënyra se si ushqehemi, jo vetëm çfarë ham, tek pjesa e tretjes dhe e traktit gastrointestinal? Shiko, në mënyra ushqimit është shumë e rëndësishme për tretjen, sepse duhet të keni parasysh disa rregulla gjatë ushqyerjes. Së pari, nuk duhet që ju të flisni gjatë ushqimit, sepse duke folur ju fusni ajër dhe një pjesë të stomakut zihet nga ajri dhe ajo pjesë ushqimi duke përzier me ajrin është shumë e vështirë që të bëhet tretja. Së dyti, nuk duhet të hani shpejt, sepse pa hëngrët shpejt, stomaku mbushet me njëherë dhe nuk është në gjendje stomaku pra receptorët e tij të prodhojnë fermentet dhe acidin kloridrik. Dhe si pasojë do ketë shumë rëndes, ndoshta dhe dhimbje, sikur i peshon stomaku për këtë fakt. Tjetër shkak mund të jetë nëse ju përdorni ujë përpara buke. Edhe uji zej një pjesë të volumit të stomakut dhe si pasojë kjo pengon tretjen. Pse? Se duke pirë ujë përpara, ti hollon gjithë përbërësit tretës të stomakut, fermente, acidin kloridrik, dhe si të tillë ato eliminohen. Dhe kur vjen ushqimi nuk ka atë nivel sasior të fermenteve dhe të acidit kloridrik që të bëjë të mundur tretjen e atij ushqimi. Tjetër do t'ishte pozicioni gjatë ngrënies. Për shembull, nuk do rekomandojsh pozicioni ngjitur me tavolinën dhe përkullur, sepse kjo krijon palosje të stomakut dhe vështirëson shumë tretjen dhe punën e stomakut. Pozicioni më i favorshëm do t'ishte ose në pozicionin drejt, ose krijoj një farë komoditeti stomakut. Pak pjertas në mënyrë që ushqimi të vi të rrëshkas nga ezofagu në stomak dhe të mos futet në xhepat e ezofagut, në klapat e ezofagut për krijuar probleme të refluksit. Këto do t'ishin këshillat më domosdoshme. Pra dhe qëndrimi. Përveç se që të hani shtrirë, se të rinë tash i kam filluar hanë dhe shtrirë, jo shtrirë në asnjë mënyrë. Okej. Në asnjë mënyrë. Tjetër. Okej, unë do të pyesja edhe diçka, po për ushqimet që duhet që t'i largojmë, po themi, nga jeta jonë, që në shkaktojnë si problematika me refluksin, si me tretjen, ose t'i evidentojnë, po themi, se asnjëherë ne të rinjtë njerë nuk i lejmë dot fast foodet edhe këto ushqimet e shpejta, i kemi tani, nuk kam çfarë të them. Sigurisht, kujdes duhet me fast foodet, ushqimet e shpejta, por jo gjithmonë personi është komod për të ngrënë ushqime të gatuara në shtëpi e këto. Puna është mos jetë në përditshmëri fast foodi. Por ajo që do të thoja, tashmë dihet nga të gjithë, për shembull të skuqërat nuk rekomandohen. Pse nuk rekomandohen? Për faktin se ai vaj që digjet prodhon shumë acide toksike për stomakun 1 dhe për mëlçin 2. Tjetër, piperi, këto substanca djegëse, këto ushqime djegëse, këto nuk rekomandohen. Vetëm në një rast do rekomandojnë këto, në rastet kur ka diskinezi të tëmthit. Pra tëmthi nuk funksionon mirë, nuk kontraktohet atëherë kur duhet, është hypotonik ose ka një hypofunksion. Tëmthit 1, në rastin e stomakut kur ka gastropares, do me thënë stomaku punon avash, lëviz avash dhe si pasojë dhe tretja shumë e avashme. Në këtë rast mund të rekomandohen pipernat dhe speca djegës, do me thënë substanca djegëse, sepse stimulojnë këtë që të punojnë më shpejt. Sistemin nervor të tyre e stimulon, por në rastet e tjera normale nuk lejohet. Tjetër nuk do të rekomandohet kastraveci. Kastraveci për ato që kanë reflukse gastroesofagale, pasi shton refluksin, fryrjet e stomakut
dhe mund të provokojë dhe të përzjera ose të vjella. Ose tjetër, për shembull, shalqini. Shalqini nuk rekomandohet në personet që kanë gastrite, që vuajnë me reflukse, që kanë probleme të patologjive të stomakut, pasi shton djegjen, shton aciditetin, shton fryrjet dhe ul tretjen. Pavarësisht se shalqini ka shumë vlera të tjera për veshkat, për shplarjen, për gjakun, për shplarjen e organeve të veshkave dhe zorve, por që ka edhe këtë problematikë. Si dinim këto? Po, tjetër nuk do të rekomandoheshin ushqime me fara, që kanë shumë fara, sigurisht për personat që nuk i tolerojnë dot. Por çfarë do rekomandohesh? Domethënë njerëzit kanë nevojë të dinë kur ndjen të shqetësuar, çfarë do rekomandonim? E para do rekomandonim substanca natyrale, siç është për shembull uthulla e mollës, e bërë në kushte e përgatitur në kushte shtëpie, një lugë gjelle në gjysmë gotë ujë. Pra jo e bler, jo të Jo e marketi. bler, ka shumë acid, jo uthull rrushi, e kam cituar disa herë. Në përvidje, po. Domethënë, uthull molla është shumë e mirë, ka të mbas ushqimit mund të përdorni një gotë kos kefiri, pasi ka shumë probiotik, ose mund të përdorni edhe lëngun e tushive të përgatitura në kushte shtëpie, edhe kjo është e mirë, mund të përdorni pak koncentrat, po e mira është ta holloni në një gotë ujë, të fusni 3 gishtë të lëng tushie në një gotë ujë, por jo kastravecin e tushive, ose domaten. Perimet e tjera, domethënë. Është e mira lëngu ka shumë probiotik, edhe ka shumë, duke qenë i fermentuar, ka shumë fermente tretëse për organismin. E mirë është edhe soda e bukës e këto. Por që ju të ndjeni mirë përpara një eventi, përpara një aktiviteti, doni të jeni dyst në stomak, në barkë e kështu, vjen në ndihmë, domethënë deep cleansing, është shumë i mirë. Mund ta merrni 2 ditë përpara dhe ditën që do t'ikni, në mes të ushqimit ndjeni deep cleansing është edhe për udhëtimet, kur udhtoni me avion nga mos lëvizja, ju do keni fryrje barku në udhëtimet e gjata, disa orëshe, mjafton të merrni deep cleansing dhe ju do jeni shumë 2 tableta në mes të ushqimit. Me qënë se na i përmënde, në fakt pyetja e ardhshme ishte në lidhje me probiotikët, gjithashtu edhe po themi suplementet natyrale që ndihmojnë pikërisht në problematikat e tretjes. Ju e përmendë dhe tha disa benefite, por unë doja të ndalesha pak më tepër. Pse pikërisht të rinjt, me qënë se jemi të tematika e sotme, duhet të zgjedhin edhe suplemente, sepse shpeshherë dëgjojmë që me ushqimi rregullohemi, ose jemi të rinjë se do kaloj kjo pjesa e tretjes ose pjesa e refluksit e tjera. Pse të rinjt duhet që të marrin një suplement? Shiko, suplementi është zgjidhje për momentin tek të rinjt, ndërsa në personat të cilët e kanë në mënyrë kronike, fryrjen, distretjen, është e mirë që suplementin ta marrin për një kohë, minimumi 1 muaj. Por pse duhet marrë një probiotik, një suplement me probiotik? Probiotikët kanë në përbërje të tyre laktobacile, që janë bacile të gjalla të futura në kapsula dhe janë me efekte shumë të mira pasi ndihmojnë mikrobiomën e zorës në zbërthimin e ushqimeve dhe njëkohësisht në tretjen e tyre, në tretjen e ushqimeve. Prandaj marrja e probiotikëve është e rekomandueshme jo vetëm në rastin kur merr antibiotik, kortizonik, por është e rekomandueshme edhe për të ndjerë mirë, sidomos në menopauzë dhe pas menopauzës dhe andropauzës tek meshkujt, është shumë e rekomandueshme, është e mirë të merret në periudha kohore me një farë intervali pushimi. Okej, në rregull.
Pra mund ta merrni, nuk është që ka efekte anësore, sado keq që ne të ham, patjetër ka edhe një zgjidhje, sikurse e tha dhe doktoresha, që është afat shkurtër përveç pjesës së ushqimit, që është edhe deep cleansing. Atëherë, sikurse e kanë qef edhe të rinë, do bëjmë disa pyetje flash, doktoresha, që do të thotë pyetje shumë të shpejta me përgjigje të shkurta, se kështu i kemi shef ne. Atëherë më zgjesh pak telefonin se i kam shënuar këtu. Okej. Atëherë, për tretje më të mirë, ujë me limon apo kafe? Ujë me limon. Është më tretës, vepron shumë shpejt, është e rekomandueshme në mëngjes e isëll, është shumë e mirë. Por uji duhet të jetë pak i ngrohtë, se duke qenë i ngrohtë ai nxit peristaltikën e stomakut që të kalojë me shpejtësi dhe të bëjë edhe shplarje në gjithë aparatit tretës. Prandaj duhet esën në mëngjes. Kur je i fryrë, bukë apo oriz? Kur je i fryrë, shiko, të dy kanë karbohidrate dhe buka dhe orizi. Por buka si sasi ka më shumë karbohidrate, orizi ka më pak, por edhe ai ka. Rekomandimi im do të ishte nëse do përdorni oriz, mirë është të përdorni oriz basmat, për shumë i mirë. Ka pak kalori edhe më pak karbohidrat, edhe është më i tolerueshëm për organizëm. Super. Atëherë, se i kemi shumë qef. Snack i shëndetshëm, arrat apo çokolata e zezë? Shikon, të dyja janë të shëndetshme, arra deri në 5 kokra, jo më shumë se ka vaj të rënd për mëlçin, por unë do rekomandoj çokolatën e zezë. Është Shikoj që mund të hani dhe çokolatë. e zezë, për arsyen se është më tretëse, njëkohësisht është e bën trurin më alert, edhe është antioksidant i fuqishëm, është shumë i mirë. Por jo shumë, 2-3 kubik. Okej, për kapslëk, kumbull apo banane? Shiko, të dyja kanë kalium, por më e mira është kumbulla. Dhe jo komposto kumle. Komposto kumle jep krampe në zorë, pra jep spazma, jep fryrje, e vështirëson një çik shkarkimin e zorës. Mjafton të merrni 6 kumlla, 7 kumlla hoshafi, i zbusni pak në ujë të ngrohtë dhe i hani ashtu siç janë. Mbas tyre një gotë ujë të vakët dhe ju do jeni për në banjo. Okej. Atëherë, dark që konsumojnë vonë, domethënë, është më mirë supë apo kost? Shiko, të dyja janë të rekomandueshme, varet kë zgjedh personi. Të mira janë të dyja, por asnjëherë mos i përdorni të dyja bashkë, sepse bën një farë reaksioni të dyja dhe japin refluks gastrik, japin fryrje stomaku, fryrje zorësh, edhe spazma, dhimbje në zorë. Prandaj, jo bashkë supë dhe kosi, po një darkë mund të zgjidhni supë, një darkë mund të zgjidhni dhe kosi. Okej, shumë mirë. Doktoresha, unë kaq kisha në fakt për sot, ne patjetër do kemi episode të tjera që do flasim për problematika të tjera, se kjo fusha e traktit gastrointestinal është shumë e gjerë dhe ka pafund problematika tani për të folur edhe njerëzit për të marrë informacion nga profesionistët, po themi, jo nga Instagramrat që flasin kështu njerëz do si do edhe japin këshilla që s'kan kompetenca. Okej, unë falenderoj shumë për përgjigjet, patjetër do shihemi edhe në episodet e tjera. Gjithashtu na ndiqni dhe na bëni subscribe për të marrë më shumë informacione.